Në orët e parë të mëngjesit të kësaj të premte, pika kalimit kufitar Qefthanës regjistroi një fluks të mathyrjesh të qindra mjeteve që vinin nga Maqedonia e Veriut në drejtim të Tiranës. Shumica e qytetarëve ishin nisur nga qytete të ndryshme, përfshirë Strugën, Ohrin, Kërçovën, Tetovën dhe Leshtën dhe shumë qytete të tjera për t'u bashkuar protestës që do të mbahet me 17 tetor në kryeqytetin tonë. Në Tiranë për protestën për çlirimtarët, ushtrinë çlirimtare kombëtare dhe ushtrinë çlirimtare Kosovës, nga Veleshta e Strugës, çlim pafashmive. Jam nga Zajazë i Kërçovës, shkojnë protestë në Tiranë. Po pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës e në pjesë e ushtrisë çlirimtare kombëtare. Përmes këtyre protestave kërkuam lirimin e udhëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pa drejtësi absolut. Jemi në përkrahje të çlirimtarëve të Kosovës. Motoja e këtij tubimi është liria ka emër, drejtësi për çlirimtarët. Qytetarët synojnë të kërkojnë drejtësi, dinjitet dhe njohjen e së vërtetës së luftës çlirimtare të Kosovës, duke vlerësuar jetën dhe sakrificën e atyre që luftuan për lirinë e vendit. Autoritetet kufitare kanë bërë apel për kujdes dhe respektim të rregullave të qarkullimit, ndërsa shtuan se po punohet për të lehtësuar lëvizjen e mjeteve dhe për të shkurtuar pritjet në kufi.